Shpërndarja e bonusit për pensionistët ka nisur që dje në të gjithë vendin, që në orët e para të mëngjesit dhjetra të moshuar janë paraqitur pranë zyrave postare në Shkodër për të marrë pagesën shtesë që qeveria ka vendosur të japë në këtë periudhë. Ndërkohë pensionistët shprehen se kjo ndihmë vjen në kohë të vështira ekonomike. Ata thonë se mirëpresin këtë ndihmë, por theksojnë se bonusi mbetet i pamjaftueshëm përballë shpenzimeve të larta dhe rritjes së çmimeve. Masnir kush po ç'a dalin këta lek me ushqime, cene me gjanat të në shtrejt. Stalin më rëvesh në një mojë thmija, nuk dalin më të adin në cene shpimet. Gjëtë gjanë shtrejt. Mishi sati që i rëzë gjanat, jo, është njëso. Zotë më një më pak me zoj se jam me qira, jam me smure, dhe 300 këm qiran me për shpi, atë ujë drita, me hangër, vete smure në dializë. Është a thu, përbaloj 250.000 lek. Ka bonus këtë me milionin 2 sahat me marrë i 100.000 lek. Po këtu një s'ka që me bo, as ditën, as natën. Me në kështu për shdo mu ishtu, moshta është mirë. Pa një herë në vjetë, i në brezi ma i lodhë në Shkodër. A i ba 100.000 lek i gjeldetit. S'ka si me dollë. Ka të kuj 150 se e kam pensionin vogël. Në një mërë, po, pensionet vogël ajo. S'kem qabëm që ata jabë në shteti, i me presim. Megjithse bonusi shihet si një ndihmë e përkohshme, pensionistët theksojnë se përballja me çmimet e larta mbetet sfida kryesore e tyre e përditshme. Procesi i shpërndarjes vjen, ndërsa pritshmëritë janë që mbështetja ndaj kësaj kategorie të rritet në të ardhmen.